Mirëmbrëma shikues të nderuar, po ndiqni lajmet në fokus këtu në televizionin të shtatë. 3 persona janë sulmuar nga qendra Ndacak vetëm gjatë ditës brenda hapësirës së qendrës klinike universitare të Kosovës. Një grua dhe 2 punonjës mjekësor nuk janë të vetmit që psuan kësaj brenda hapësirës së këtij institucioni shëndetësor. Gjendja e tyre është stabile, por qytetarët shprehin shqetësimin se ata mund të hapësojnë edhe më keq. E faji po i vihet komunës. Qendra Ndacak e kanë bërë strej oborin e qendrës klinike universitare të Kosovës. Dhe për më keq, ata po paraqesin rrezik për çdo që qarkullon andej pari. 3 persona, një grua dhe 2 punonjës shëndetësor u sulmuan prej tyre vetë gjatë së premtës. Drejtori i emergjencës në QKUK, Naser Syla, dha informacione për gjendjen e tyre. 2 punëtorë shëndetësor janë sulmuar sot nga qendra Ndacak. Njëri është doktor në klinikën e pediatrisë dhe tjetra është punëtore shëndetësore në klinikën e ortopedisë. Gjendja e tyre është stabile dhe janë lëshuar për në shtëpi. E për qytetarët thonë se rreziku është konstant. Normal si se dhe vetë punojnë ato në sigurim, për çdo ditë ndodhen shumë raste për tyne. Mrena 3 muajve 4-5 raste janë. Të njëjtit fajtor e gjejnë komunën e Prishtinës. 1-2-3 herë. Duhet më ndërmarrë, po më ndërmerr shumë i bo. Ata që shilën keq duhet me marrë masa, duhet me lanë. Por udhëheqja kryeqytetit thonë se hapësira në fjalë nuk është kompetencë e tyre. Hapësira në fjalë nuk është në kompetencë të kryeqytetit. Ekipet tona në disa raste në të kaluarën kanë reaguar me qëllim të adresimit të shqetësimeve të qytetarëve, duke ndërmarrë veprime në terren për kapjen e qenëve Ndacak në atë zonë. Megjithatë, duke pasur parasysh ndarjen e kompetencave institucionale, ajo pjesë mbetet jashtë përgjegjësisë së drejtpërdrejtë të komunës. E nga organizatat që merren me të drejtat e kafshëve kanë tjetër hall. Sipas Elza Ramadanit, nga një fondacion i tillë, problemi është e trajtimi paraprak i qenëve. Varet prej grupit qenëve që momentalisht gjenden në një vend të caktuar, sa trauma kanë prej njerëzve, sa vujtjet i kanë marrë nga njerëzit, që ata pastaj t'i kthejnë atë sjelljet e tyre në agresivitet. Edhe kjo përgjegjësinë e hedh tek autoritetet lokale. Ka mungesë kastrimit, sterilizimit qysh nga fundi viti 2023, fillimi viti 2024, ka mungesë në transparencë, llogaridhënie të shpenzimit të paras publike, vazhdimisht thonë pretendojnë që i kanë shpenzuar dikon rreth 4-5 milion euro dhe ne nuk e dim se sakt çka është bë me ato 4-5 milion euro. Problemi qendrës Ndacak në kryeqytet është afatgjatë dhe i problematizuar vazhdimisht. Me këtë, në hall janë edhe shumë lagje të Prishtinës. E për rastin e rëndë që ndodhi në spitalin e Ferizajt, ku një 19 vjeçare dyshohet se mbyti foshnjën e saj të posalindur, po shihen si fajtore dhe vetë menaxhmenti i institucionit. Atje po vazhdon trajtimin e dyshuara, ndaj së cilës mund të shqiptohet dënim deri në 3 vite burgim, sipas juristëve. Vdekjen e gjeti në vendin ku lindi e atë dyshohet si ia shkaktoi ajo që e solli në jetë. Të martën e 5 majit, një 19 vjeçare shkoi për të marrë trajtim për dhimbje barku në emergjencën e Ferizajt. E më pas ajo hyri në tualetin e kësaj qendre duke mbyllur derën. Nga aty dyshohet se kreu lindjen e më pas e mbyti foshnjën. Këto janë informacionet që u dhan nga spitali i përgjithshëm i Ferizajt, të cilat po i kritikon gazetari Bujar Vitia. Janë 2 deklaratat për mendimin tim të pamendura mirë për menaxhmentin e spitalit, sidomos shenjat e ngulfatjes, sepse si tha doktoresha, nëse ka pas ngulfatja, ajo duhet me u ekzaminu dhe me u konfirmu prej mjekësisë ligjore dhe jo t'jepen deklarata. Vitia tregon detaje shtesë se si ndodhi ngjarja. Dhe ka qenë shoqëruar prej nanës vetë dhe prej motrës dhe ka hyrë direkt në toalet. Sipas një informate ka shku 2 herë në emergjencën. Të njëjtën ditë? Njëjtën ditë. Herën e parë ka shku me ankesat e kapslëkut, herën e dytë ka shku edhe ka hyrë direkt në tualetin e emergjencës së spitalit. Rita Demiri, pediatre në spitalin amerikan, tregon një rast në kohën kur punonte në QKUK. Në 2 të natës unë po hy të gratë që kanë lindë normale dhe që bebet u preqën me qenë krejt në regull. Edhe po hi me një dhomë, edhe dritat e nalta, e kom vez dritën, nana ja kish këthy shpindën bebës. Ajo pak më bo një dyshim, qysh më ja këthy nana bebës shpindën, edhe bebën ja kom pa veç një ngjyrë shumë të keqe, zbet edhe e kom marrë shpejt e kom qu në salë.
Vajza po me trajtim ende në repartin e ginekologjisë në Felizaj, derisa rasti po hetohet nga prokuroria për veprën penale, vrasja e foshnjës gjatë lindjes. Ndërsa 3 muaj deri në 3 vite është dënimi për nënën në rast se shpallet fajtore. Deri sot ajo vazhdon çrregullimi shkaktuar nga lindja, dënohet me burgim 3 muaj deri në 3 vjet. Domethënë nuk është dënje ndëshkueshmëri e madhe. Mirë po për faktin se foshnja dyshohet se u hodh në kushin e mbeturinave, dënimi mund të jetë maksimal. Fakti që e ka hudhur në kushin e plerave, nuk kupton se domethënë e ka planifikuar me dashje dhe në këtë situatë, për apo lidhur me kodin penal të Kosovës, e kena vrasjen e rënd, pavarësisht që kënën absorban nëse kalon këtë, sepse vrasja e fëmijëve është madje paragrafi por ku personi natyrisht gjithmonë nëse mungon elementi dashjes dënohet me burgim 10 vite deri në burgim të përjetshëm. Prokuroria themelore në Felizaj është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për zbardhjen e të gjitha rrethanave të rastit në fjalë. E një person është dërguar pa shenja jete sot rreth orës 8:20 në emergjencën e QKMF-s në Suharek. Policia ka dalë me njëherë në vendin e ngjarjes, ku personeli mjekësor ka konstatuar se viktima ishte pa shenja jete. Sot më 8 maj, rreth orës 8:20, policia ka pranuar informacion nga emergjenca në QKMF në Suharek se një person rreth 52 vjeç është sjell pa shenja jete. Policia ka dalë me njëherë në vend ngjarje dhe nga personeli mjekësor është konfirmuar se viktima ishte pa shenja jete, ndërsa janë vretur edhe rrethana që ngrisin dyshime për vdekje të dyshim. Në konsultim me prokurorin e shtetit, policia ka nisur hetimet lidhur me rastin, duke siguruar prova dhe dëshmi nga vendi i ngjarjes në Suharek, si dhe duke intervistuar dëshmitar. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajeti viktimës është dërguar në IML për obduksion, thuhet në përgjigjen e policisë. Ndërsa Dibran Hoxha, i njohur si Kobra, Arlin Dakaj dhe Mirsad Hajredini janë dënuar me vetëm nga 5.000 euro gjobë për kryerjen e veprës penale lëndim i lehtë trupor. Gjykata themelore në Prizren në seancën e 7 prillit ka marrë akt gjykim ndaj tyre, duke shqiptuar dënim me 6 muaj burgim, i cili është zëvendësuar me gjobë me kërkesë avokatëve mbrojtës. Aprovohet kërkesa e mbrojtësve që dënimi me burgim t'i zëvendësohet me dënim me gjobë. Ashtu që gjykata dënimin me burg në kozgjatje prej 6 muajsh për secilin të akuzuar veç e veç e ka zëvendësuar me dënim me gjobë në shumën prej 5.000 eurosh për secilin të akuzuar veç e veç, të cilën gjobë do të paguajnë afat prej 15 ditësh, pas plot fuqishmërisë së aktgjykimit, thuhet në përgjigjen e gjykatës. E në fshatin Aklap të Lipjanit, një vizitë e disa serbë dhe një prifti ortodoks brenda një shpele ka nxitur reagime dhe shqetësim të banorët. Ata dyshojnë se po tentohet që shpela të paraqitet si objekt fetar ortodoks, megjithse sipas tyre ajo kurrë nuk ka qenë kish. Rasti është raportuar në polici dhe në komunën e Lipjanit. Është preft, por në kish nuk u pa. Brenda një shpele po bën rituale fetare ortodokse. Pas ditën e 5 majit, ky bashkë me disa serb të tjerë erdhën në fshatin Aklap të Lipjanit për arsye të panjohura. Ky vend është i banuar vetëm me popullsi shqiptare, ndërsa dyshimet banorët i kanë se serbët erdhën nga fshati Gushteric, vetëm 4 kilometra larg. Prifti ortodoks i kreu ritet fetare në këtë shpellë këtë duke besuar se ajo ka qenë kish ortodokse më parë. Madje të njëjtët kishin pastruar edhe barin e gjatë, pasi kjo shpellë nuk është frekuentuar aq shpesh nga banorët e fshatit Aklap. Një bari ishte dëshmitar kur këta serbi u erdhën në tokat e tyre. Sabedin Gashi tregon për televizionin se ata e gënyen. Isha tiru lëk, edhe unë nalën tha ku ani farë shpellë, tha se jemi tha katalek, tha jena me priftin, edhe tha shpër ishi të regova, tha filan vendi është. Edhe ku bisho njëstrit e kishin pastit Facebook. Gashi thot se çuditet me traditat e tyre, pasi sipas tij ajo është thjesht shpellë. Ajo është bire kishë, s'është korgja, s'ka pas kisha, s'korgja, vish bire kisha, dhe si shpellë, qëtash? Një banor tjetër tregon se shpella e Aklapit nuk ka qenë kish asnjëherë, e jo më ortodokse.
Babë babgjysh atë kur ma poshtë kish, thojnë që ka pas. Ama ata kur se kam pare, për shamu, kanë përjetue. A thujnë, aja nalë që hija i pupi aty, aja shpelë është normal shpelë si gadimës. Krejt këtë situatë banorët e panë si provokim të serbëve, të cilët e lajmëruan rastin edhe në polici dhe në komunën e Dipjanit. Për neve si fshatar është provokim, sepse ajo kish nuk i takon kish, vërtet nuk është fare kish, pa është një shpelë që quhet ashtu. Na po sa kemi ndëgju lajmin, kemi lajmëruar edhe organët e sigurisë, policin, kemi lajmëruar edhe komunën tonë. Ta shofin na do të ndërmarrin ato masa apo jo, sepse për neve si thashë edhe në fillim është një provokim i rëndë. Kryetari i fshatit tregon se akoma nuk kanë përgjigje nga këto dy institucione. Të pyetur nga televizioni, komuna e Dipjanit thonë se nuk kanë kompetenca për këtë rast. Komuna ka pranuar shqetësime nga disa banorë lidhur me rastin në fjalë. Çështja është në kompetencë të organeve të rendit dhe sigurisë, të cilat janë duke trajtuar për të sqaruar rrethonat dhe për të verifikuar saktësisht natyrën e saj. Ndërsa policia nuk ka kthyer përgjigje në lidhje me rastin. Kur ka mbetur më pak se një muaj deri në zgjedhje, skena politike në Kosovë po pson lëvizje dhe rreshtime të reja. Faton Peci konfirmoi vazhdimin e koalicionit me Albin Kurtin dhe partnerët e tjerë qeverisës, ndërsa Rustem Mustafa po synon rikthimin në kuvend përmes PDK-s. Në anën tjetër, në pikpyetje mbetet përfshirja e Gjembeliut në listën e LDK-s. Me Albin Kurtin në bashkoi Kosova. Pas një heshtje të gjatë, kështu e njoftoi bashkëkryetari Guxos Faton Peci lidhjen e koalicionit me Lëvizjen Vetvendosje, Alternativën dhe Partinë Shqiptare Demokristiane të Kosovës. Përveç këtyre, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve u paraqiten edhe dy koalicione, Koalicia Vakat i përbërë prej dy partive bosnjake dhe Ashkalit e Bashkuar. E 22 subjekte politike do i hyjnë garës elektorale me 7 qershor të vetëm, njoftoi KQZ-ja. Më 7 maj në orën 24 është përmbyllur afati për partitë politike të regjistruara në Kosovë për ta njoftuar KQZ-n për pjesëmarrje ose mos pjesëmarrje në zgjedhje dhe formim të koalicioneve. Këto obligime kanë vdetur vetëm për 53 partitë politike që aktualisht janë pjesë e regjistrit të partive politike të regjistruara në Republikën e Kosovës. Deri në përfundim të afatit, KQZ ka pranuar njoftimin për pjesëmarrje në zgjedhje nga 22 parti politike, 3 koalicione të përbëra nga 9 parti politike dhe mos pjesëmarrje nga 9 parti politike. Për pjesa atyre që nuk do garojnë janë edhe Nisma Socialdemokrate dhe Aleanca Kosova e Re. Por nga kjo e fundit i thanë të shtatë se mund të bënë pjesë e listës së ndonjë subjekti politik. Megjithatë, pjesëmarrja apo mos pjesëmarrja jonë në kuadër të listës së ndonjë subjekti tjetër politik do të varet nga serioziteti i ofertave, përputhshmëria programore dhe vlerësimi që do të bëjnë organet drejtuese të partisë, të cilat do të marrin vendimin përfundimtar në ditët në vijim. E shkrirje në PDK është i gatshëm të bëjë edhe Fatmir Limaj i Nismës, por ende nuk dihet se a do pranohet nga Partia Demokratike. Unë jam i gatshëm dhe besoj nga nesër do të nisë edhe do të komunikojmë edhe me një letër të shprehur. Ne jemi i gatshëm në një gjë të tillë ta bëjmë bashkë. Për të shprehur vullnetin që po flasim me gatishmërinë tonë. Kthimin e këtë partie konfirmoi edhe ish deputeti i PDK-s për 2 legjislatura, Rustem Mustafa. Ndërkaq, të shtunën do vendoset nëse edhe Lidhja Demokratike do ta përfshijë ish deputetin Agim Veliu dhe të tjerë. Mendoj që duhet të jetë. Mendon që duhet të jetë. Duhet të jetë. A ke shtruar ndonjëherë në mbledhjet, diskutimet e LDK-s? Po prapun, po them që jam përpjekur në mënyrë të veçantë për rastin e Agimit. Me këtë subjekt politik të premten e konfirmoi garimin edhe ish deputetja Albena Reshitaj si pjesë e listës së Vjosa Osmanit. E rreth kërkesës për shkrirjen e partisë në PDK, kryetari i Nismës Social-Demokrate Fatmir Limaj i ka shkruar letër kryetarit të PDK-s Bedri Hamza. Limaj i ka shkruar letër sipas tij bazuar në kërkesat e qytetarëve për bashkim në një listë. Në frymën e përgjegjësisë politike dhe shtetërore, si dhe duke respektuar kërkesën dhe pritjen e vazhdueshme të qytetarëve dhe mbështetësve dhe strukturave tona për bashkimin e potencialit politik që përfaqësojnë PDK-ja dhe Nisma, përmes kësaj shkrese ju paraqesim zyrtarisht gatishmërinë tonë
për pjesëmarrje në listën zgjedhore të PDK-s për zgjedhjet e 7 qershorit, thuhet në letër. Limaj ka theksuar se kjo është edhe vullneti i tij me qëllim të ofrimit të një zgjidhjeje të mirë politike për qytetarët. Edhe pas dite vazhduan njoftimet për prurjet e reja në përparti. Një ndër to është profesori Naim Telaku, i cili është bashkuar Partisë Demokratike të Kosovës. Kështu ka njoftuar kryetari Bedri Hamza. Hamza ka thënë se Kosovës i duhet dije, profesionalizëm dhe njerëz që i shërbejnë shoqërisë me integritet, dhe Telaku është njëri prej tyre. Ndërsa profesori i Universitetit të Prishtinës, Bardhyl Hasan Papaj, i është bashkuar listës së Vjosa Osmanit. Këtë ka konfirmuar vetë ish-presidentja Osmani përmes një postimi në profilin e saj, duke treguar për njohjen e saj të vjetër me Hasan Papajn. Jam e lumtur që edhe sot kemi pranë njerëz si Bardhyl Hasan Papaj, që me dije, integritet dhe përkushtim i japin forcë vizionit tonë për të ardhmen, ka shkruar Osmani. Shumë optimist për rezultatin e këtyre zgjedhjeve është ai që për herë të parë nuk po kandidon për kryeministër nga partia e tij. Ramush Haradinaj nga Prizreni tha se nuk është në pyetje kalimi i pragut më 7 qershor, por sa do të arrijnë të kryejnë punët e Kosovës. Një vazhdimsi që është fort e suksesshme. Unë ju siguroj këto që kanë dalë tepër e suksesshme, shumë e suksesshme, që këto si në Kosovë keme kalu më mirë se gjithë. Rezultati jonë më i mirë, s'ka të bëj, a i kalëm në pragun, po ka të bëj, a i krymë këto punë të Kosovës. A mujmë me e siguru Kosovën, qështin e sigurisë me regullu, jo veçtorë, në të rajonit, me u lidhë më lartë, a mujmë me e siguru Kosovën energji, mos me konë në varën e rrezikume, pa me prodhu, a mujmë kontratat politike me Ameriken, me BE, edhe me ala tjerë, edhe me Turkinë, edhe me këta latër. Me avancu, kush më i bën të punë në vend? Besoni se këtu e njerëz që i bojnë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se po vazhdon afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 7 qershor. Sipas KQZ-s, nga 2 deri më 12 maj, të gjitha subjektet politike, partitë politike, koalicionet, nisma qytetare dhe kandidatët e pavarur duhet të dorëzojnë online listat me emrat e kandidatëve për deputet për certifikim të pjesëmarrjes në procesin zgjedhor. Procesi i dorëzimit të listave po zhvillohet në mënyrë elektronike përmes platformës së KQZ-s dhe zyrës për regjistrim. E në këto lista, GLPS-ja po kërkon që të mos përfshije një kategorie qytetarëve. Sipas kësaj organizate, kandidat për deputet nuk duhet të jenë ata që kanë akt akuza apo të lashje me ligjin. GLPS vlerësojmë faktin se secila prej partive politike që do të garojnë në zgjedhjet e 7 qershorit duhet ta ketë parasysh faktin që në listat e tyre zgjedhore duhet të përfshin kandidatë që nuk kanë probleme me ligjin. Pra, duke qenë se të gjitha këto parti politike thirrën në aspektin e sundimit të ligjit dhe në integritetin institucional, është e rëndësishme që në listat zgjedhore për këto zgjedhje të mos përmbajnë ose të mos kenë kandidatë të cilët njëkohësisht kanë probleme me ligjin dhe njëkohësisht zgjedhen si përfaqësues të popullit brenda Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra, ajo që është e rëndësishme është që për të garantuar një proces me integritet, një proces zgjedhor me integritet dhe për të garantuar që kemi një Kuvend i cili përmban brenda vetë deputet me integritet, është e rëndësishme që në këto lista zgjedhore të cilat do t'i bëjnë partitë politike të mos përfshihen persona të cilat kanë ndalesë ligjore që paraqiten me ligjin për zgjedhjet ose edhe që kanë ndonjë akt akuz të ngritur ose që kanë probleme me integritetin e tyre personal. Ish-presidenti Hashim Thaçi në intervistën që kishte dhënë për moderatorin shqiptar Blendi Fevziu, ishte pyetur edhe për çështjen e presidentit. Fevziu e ka publikuar këtë përgjigje pasi fillimisht e ka larguar nga transmetimi në emision për shkak se pyetjet janë bërë në nëntor të vitit paraprak dhe ato nuk kishin relevancë kohore. Fillimisht i pyetur nëse opozita duhet të bashkojë për të formuar qeverinë, tha që është përgjigjur shkurt, nuk kam koment. Ndërsa në pyetjen tjetër, Fevziu kërkoi opinionin e Thaçit rreth bashkëpunimit eventual mes PDK-s dhe vetëvendosjes për çështjen e presidentit. Do duhet të ndodhë një konsensus sa më i gjerë politik.
Shoqëria jon ka plot gra dhe burra të çmuar me dinjitet dhe integritet. Mendoj që ka ardhur koha që zgjedhja e presidentit të bëhet drejt për drejt nga qytetarët, përndryshe vazhdimisht do të ketë kriza qeveritare. Kërkon ndryshime kushtetuese, patjetër duhet të pajtohen edhe komunitetet. Kosova dhe Shqipëria janë vendet e fundit në rajon që presidentin e zgjedhin nga parlamenti, tha ai. Homazhe dhe kujtime për jetën e tij, në Prizren u shënuan 26 vjetori vrasjes së komandant Drinit Ekrem Regjës. Familjar, bashkëluftëtar dhe përfaqësues institucional përkujtuan figurën e ish komandantit të UÇK-s, ndërsa kërkesa për zbardhjen e plotë të vrasjes së tij mbetet ende e hapur. Këto janë fjalët e Ekrem Regjës, komandant Drinit, me të cilat i biri Drini e përkujton 26 vite pas vrasjes së tij. Edhe i biri tjetër Ekremi është i bindur se jeta e ish komandantit është e përjetshme. Njerëzit e rrallë desin edhe jetojnë, pashtu edhe vepra e komandant Drinit nuk do të harrohet kurrë. Sikurse djemt edhe bashkëshortja e tij, Hajria, ajo që kërkon tasht e më shumë se një qerek shekulli është drejtësia. Vrasje që u bot një nxare, një vrasje që s'është ndosht me ndodh, po është një fjalë amerikane që thonë lufta për njerëz të mëdhenj fillon pas përfundimit të luftës. Në përvjetorin e 26, veprën e komandant Drinit e përkujtuan edhe bashkëluftëtarët e krerë institucionesh. Në vendlinjen e tij, Prizrenin, ajo u quajt vlerë e këtij qyteti. Qyteti i Prizrenit ka një traditë, ka shumë vlera mirë, por definitivisht komandant Drini është një nga ato vlera të shtuara të historisë më të re të qytetit të Prizrenit. Na jemi mbledhur sot këtu për me përkujtu veprën e lavdishme të tij edhe trashëgimin që e ka lënë. Kurse kryetari veteranëve të Prizrenit, Isa Berisha, shprehu mungesën e përditshme që ndjejnë për ish bashkëluftëtarin. Duke ditur që Drini ishte një strateg, një ushtarak, një njohës i mirë i gjuhëve tuaja dhe një njohës i mirë i artit ushtarak, Prizrenit i mungon kjo figurë, duke ditur që Drini ka qenë edhe organizator dhe hartues i planit për çlimin e Prizrenit. Ekrem Regja u vra më 8 maj të vitit 2000 dhe ende sot dhe kësaj dite nuk dihen rrethanat e vrasjes së tij. I kthehemi edhe një zhvillimeve politike. Ish deputeti i LDK-s Paris Guri ishte i ftuar në emisionin Frontal sot, ku komentoi aktualitetin. Derisa tha se nesër do të formalizohet pjesëmarrja e Vjosa Osmanit në listën e LDK-s, u deklarua se ajo i shpëtoi raportet me ndërkombëtarët, të cilat sipas tij i kishte dëmtuar Albin Kurti. Për dallim ka qenë president e Republikës Kosovës, nuk ka qenë pjesë e qeverisë. Vjosa Osmani ka bërë një punë të shkëlqyeshme në marrëdhënien ndërkombëtare edhe në raportet e Kosovës me aleatët tonë ndërkombëtare. Dhe domethënë kjo procesi i fundit i antarësimit të Kosovës në bordin e paqes, takimet me presidentin e Amerikës, Donald Trump janë vlerë për Republikën e Kosovës, edhe Lidhja Demokratike e Kosovës ju e dini gjithmonë që sloganin e saj që nga themelimi prej atit tonë themeltar Ibrahim Rugova e ka pos si slogan, domethënë miqësitë përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me aleatët tonë ndërkombëtare, përderisa ne kemi pos një qeveri e cila gjatë këtyre 5 viteve të fundit e ka shkatru çdo urë të komunikimit me bashkësinë ndërkombëtare. Dhe Vjosa ka hesh deri momentin e fundit. Vjosa i ka rindërtu që ato ura gjatë kretë kohës. Për 4 vjet Vjosa Osmani ka bërë. Vjosa Osmani edhe në të kalumën ka pos takime të rëndësishme diplomatike me aleatët tonë ndërkombëtar, qofshin europian, qofshin të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kështu që nuk po amnistoj për asnjë veprim që e ka bërë, po prap po e them që përderisa të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës bashkohen me mujt të keqen në vendin tonë, secili është i mirëseardhur.
Ushtruese e detyrës së presidentës së Kosovës Albulina Haxhiu ka njoftuar se ka dekretuar ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për antarësimin e Kosovës në Bordin e Paqes. Kam dekretuar shpalljen e një sër ligjesh të rëndësishme për qytetarët dhe për Republikën. Disa prej tyre lidhen drejt për drejt me jetën e përditshme, me banimin social dhe të përballueshëm, kujdesin shëndetësor, shtetësinë, shërbimet e pagesave, resurset ujore dhe maturën shtetërore. Po ashtu kam dekretuar ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për antarësimin e Republikës së Kosovës në Bordin e Paqes, ligjin për lojrat mesdhetare Prishtina 2030, si dhe ligjet që lidhen me marrëveshjet financiare me Bashkimin Evropian dhe Agjencinë Franceze për Zhvillim. Ligjet marrin peshë kur shndërrohen në shërbim për qytetarin dhe në forcim të Republikës, ka shkruar Haxhiu. Kuvendi ka ratifikuar projekt ligjin për antarësimin e Kosovës në Bordin e Paqes më 24 prill. Shikues të nderuar, këtu po e përmbyllim edicionin e lajmeve për sonte. Unë ju falenderoj për vëmendje, mirëmbëjtje.